Libri që sfidoi kohën, sekreti përjetësisë së Kuranit. Në një botë ku gjithçka ndryshon, ku qytetërime ngrihen dhe bien, ku libra shkruhen dhe harrohen, ekziston një libër që ka sfiduar kohën për më shumë se 14 shekuj. Një libër që nuk është thjesht të lexuar, por është jetuar. Një libër që nuk është vetëm shkruar, por është të ruajtur në zemrat e njerëzve. Ky është Kurani. Që nga momenti i shpalljes së tij në shkretë të tjera të Arabisë, Kurani nuk ishte një libër i zakonshëm. Ai nuk erdhi si një tekst i shkruar në faqe, por si një shpallje e gjallë, e recituar, e dëgjuar dhe e memorizuar. Në një kohë kur shumica nuk dinin të shkruanin, ruajtja e dijes mbështetej te kujtesa, dhe pikërisht aty fillon një nga mrekullitë më të mëdha të Kuranit. Miliona njerëz, nga mosha më e vogël deri tek më e madhja, e kanë mësuar ata përmendesh, fjalë për fjalë, shkronjë për shkronjë. Fëmijët e vegjël, që ende nuk e kanë përfunduar shkollën fillore, janë në gjendje të recitojnë të gjithë librin, pa gabim. Ky fenomen nuk ka precedent në historinë e njerëzimit. Asnjë libër tjetër nuk është ruajtur në këtë mënyrë. Asnjë tekst tjetër nuk është mbartur kaq sakt përmes brezave. Dhe kjo nuk është rastësi, sepse vetë Kurani përmban një premtim hyjnor. Allahu thot me një ton solemn: ne e kemi shpallur për kujtimin, Kur'anin, dhe ne do ta ruajmë atë. Surja Hijr 9. Ky premtim ka qenë i pandryshuar dhe i përmbushur për më shumë se 1400 vite. Por si ka mundur Kurani të rezistojë ndaj kohës, ndryshimeve, luftrave dhe transformimeve të mëdha historike? Përgjigje qëndron në mënyrën unike të ruajtjes së tij. Kurani nuk është ruajtur vetëm në libra, por në zemra. Çdo brez ka trashëguar këtë amanet tek brezi tjetër. Mësuesit ua kanë mësuar nxënësve, prindrit ua kanë mësuar fëmijëve, dhe kështu zinxhiri nuk është ndërprer kurrë. Dhe nëse çdo kopje fizike e Kuranit do të zhdukej sot, ai mund të rikthehej i plot vetëm nga kujtesa e njerëzve. Ky është një realitet i jashtëzakonshëm. Por Kurani nuk është vetëm një libër për të memorizuar. Ai është një libër për të ndjerë. Recitimi i tij ka një bukuri të veçantë, një melodi që prek zemrën edhe të atij që nuk e kupton gjuhën arabe. Zëri një recituesi që lexon me përkushtim dhe ndjeshmëri mund të sjellë qetësi, reflektim dhe madje lot. Ky nuk është thjesht lexim. Ky është një përjetim shpirtëror. Rregullat e recitimit, të njohura si tajvid, nuk janë krijuar rastësisht. Ato ruajnë mënyrën origjinale të shpalljes, duke siguruar që çdo shkronjë të shqiptohet ashtu siç është shpallur. Kjo është një tjetër shtresë mbrojtjeje, një tjetër formë ruajtjeje. Përmbi të gjitha, ajo që e bën Kuranin të qëndrojë është ndikimi i tij. Ai nuk është vetëm një tekst fetar, por një udhëzues për jetën. Ai flet për drejtsinë, mëshirën, durimin dhe të vërtetën. Ai sfidon mendjen dhe qetëson zemrën. Dhe për ata që besojnë, ai është fjala e drejtë për drejtë e Zotit. Një mesazh i përjetshëm për njerëzimin. Në një botë të mbushur me pasiguri dhe ndryshim, Kurani mbetet i pandryshuar. Në një epokë ku informacioni humbet dhe deformohet, ai qëndron i pastër. Në një kohë kur shumë libra lexohen dhe harrohen, ai vazhdon të mësohet përmendesh. Dhe ndoshta, ky është sekreti i tij më i madh. Ai nuk jeton vetëm në rafte, por në zemra. Ai nuk mbijeton vetëm si tekst, por si përvojë. Dhe ndërsa shekujt kalojnë, dhe bota vazhdon të ndryshojë, Kurani mbetet ashtu siç ka qenë gjithmonë, i ruajtur, i recituar, i dashur. Një libër që nuk i përket vetëm së kaluarës, por çdo kohë, çdo vendi dhe çdo zemre që e kërkon të vërtetën. Ky është libri që sfidoi kohën. Ky është Kurani.